Autoriteti palestinez u krijua në vitin 1994 pas marrëveshjeve të Oslos të viteve 1993-95. Aktualisht drejtohet nga presidenti Mahmud Abbas. Fillimisht u mendua si një organizatë e përkohshme 5 vjeçare që do të qeveriste palestinezët në bregun perëndimor, Jerusalem dhe Gaza, në pritje të shpalljes së një shteti palestinez. Por kur negociatat për statusin përfundimtar dështuan në vitin 2000, autoriteti palestinez u shndrua në një organizatë të përhershme, me strukturat e saj të sigurisë. 3 dekada më vonë, autoriteti ka dështuar të përmbush pritjet fillestare. Ai kontrollon vetëm pjesë të bregut perëndimor dhe është jashtëzakonisht i papëlqyer nga palestinezët, të cilët e akuzojnë për mbështetje ndaj goditjeve izraelite të sigurisë, për dështim në mbrojtjen e lirisë palestineze dhe për abuzime me të drejtat e njeriut. Në dhjetor 2024, autoriteti palestinez nisi një fushat të gjerë sigurie në Xhenin, qyteti i tretë më i madh i bregut perëndimor. Qëllimi kryesor ishte kampi i refugjatëve, duke shënjestruar batalionin e Xheninit, një grup i armatosur që lufton kundër pushtimit izraelit. Vetë qyteti u vënë në rrethim, ndërsa forcat e sigurisë së autoritetit palestinez luftuan me luftëtar, bastisën spitale dhe qelluan ndaj civilëve. Autoriteti palestinez deklaroi se fushata kishte për qëllim trajtimin e kaosit sigurisë dhe përfshinte ndjekjen e elementeve të jashtëligjshëm. Më pas, në janar, Izraeli nisi sulmin më të madh në bregun perëndimor që nga Intifada e dytë, 2 dekada më parë. Operacioni Muri i Hekurt, siç e quan Izraeli, ka shënjestruar 4 kampe dhe ka detyruar 40.000 njerëz të ikin deri në momentin e raportimit. Ndërkohë, autoriteti palestinez ka vazhduar bastisjet në Xhenin dhe qytete tjera të bregut perëndimor, paralelisht me ofensivën izraelite. Kjo shënon herën e parë që autoriteti palestinez dhe ushtria izraelite kanë vepruar paralelisht kundër grupeve të armatosura anti-okupuese në bregun perëndimor. Në vitin 1994, Izraeli dhe Palestina nënshkruan marrëveshjen Gaza-Jeriko, e njohur edhe si marrëveshja e Kairos, pjesë e marrëveshjes më të gjerë Oslo 2. Sipas saj, bregu perëndimor u nda në 3 zona, disa prej të cilave ju caktuan autoritetit palestinez. Zona A përfshin 21% të territorit nën administrim dhe kontroll të plotë të autoritetit palestinez. Këtu përfshihen qytetet Ramallah, Nablus dhe Xhenin, dhe së bashku me zonën B stehon 3.1 milion palestinezët e bregut perëndimor. Zona B përfshin 18% të territorit, me administrim të pjesëshëm të autoritetit palestinez. Siguria kontrollohet nga Izraeli në përfshatra palestineze dhe zona rurale. Dhe zona C, 61% mbetur është nën kontroll të plot izraelit administrativ dhe të sigurisë, përfshirë kufit, sigurinë e jashtme, Jerusalemin dhe vendbanimet. U vendos që bisedimet për transferimin e këtyre zonave nën kontroll palestinez të zhvilloheshin në vitin 2000. Harta e përgatitur nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, OCHA, në nëntor 2024, tregon kompleksitetin e bregut perëndimor për shkak të pushtimit dhe vendbanimeve të palishme izraelite. Bisedimet e planifikuara do të trajtonin gjithashtu kufit, vendbanimet, statusin e Jerusalemit, praninë ushtarake izraelite dhe të drejtën e kthimit të palestinezëve. Bërthama drejtuese autoritetit të ri përbëhej kryesisht nga mërgjimtar të kthyer dhe nga grupi politik Fatah, që kishte dominuar politikën palestineze për 3 dekada dhe drejtohej nga Yasser Arafat, atëherë kryetari i organizatës për shirimin e Palestinës. Arafat u zgjodh presidenti i autoritetit palestinez, ndërsa anëtarët e tjerë u zgjodhën në Këshillin Legjislativ palestinez. Ai udhëhoqi autoritetin në fillimet e tij, por vdiq në fund të vitit 2004, pa e parë kurrë mbajtjen e zgjedhjeve legjislative dhe presidenciale që u zhvilluan më vonë në vitin 2006. Por cila ishte struktura e autoritetit palestinez? Fillimisht, autoriteti palestinez kishte një fillim të fortë me një legjislaturë për 132 anëtarësh dhe institucione të tjera si gjyqësori. Sipas Iyad al-Riyahi, drejtori i vëzhgimit politikave sociale dhe ekonomike, qytetarët përfituan nga shërbimet më të mira sociale, programi mirëqenjeje, liri publike më të mëdha dhe një sistem politik të bazuar në ndarjen e pushteteve. Një komponent i rëndësishëm ishin forcat e sigurisë kombëtare palestineze. Siguria kombëtare, rendi publik dhe kufit e qyteteve, siguria e brendshme, forcat e mbrojtjes civile, si dhe inteligjenca e përgjithshme, analiza e sigurisë. Autoriteti palestinez
Kishte gjithashtu sistemin e vet ekonomik, të vendosur përmes protokollit të Parisit vitit 1994, aneks ekonomik i marrëveshjeve të Oslos. Ajo kishte dy burime kryesore të ardhurave. Në një, të ardhurat doganore që Izraeli i mblidhte në emër të saj, dhe në dy, ndihmën e huaj nga rajoni dhe vendet e tjera. Autoriteti palestinez mbetet thellësisht i varur nga të dyja këto burime, të cilat shpesh ndalohen për të ushtruar presion politik. Në korrik të vitit 2000, në Camp David, u mbajtën bisedime midis Arafatit dhe kryeministit izraelit Ehud Barak, të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Palët nuk ranë dakord, veçanërisht për statusin e Jerusalemit. Dështimi i bisedimeve dhe vizita provokuese e Ariel Sharonit në xhaminë Al-Aqsa shkaktuan intifadën e dytë në shtator të vitit 2000. Kjo kryengritje zgjati deri në vitin 2005, duke lënë të vrarë të paktën 3.000 palestinez dhe 1.000 izraelit. Sipas analistit Hani Al-Masri, gjatë intifadës, Arafati e kuptoi se Oslo kishte dështuar dhe u kthye drejt rezistencës, ndërsa ekspertët ekonomik thonë se kjo e çoi në ngrirjen e ndihmave ndërkombëtare. Në vitin 2003, në presionin e Shobas, Arafati emëroi Mahmud Abbasin si kryeministër. Abbas e kundërshtoi intifadën, e quajti një nga gabimet tona më të mëdha dhe ndoqi negociata me Izraelin, por u kritikua për gatishmërinë për të bërë lëshime. Pas përkeçimit marrëdhënieve me Arafatin, Abbas dha dorëheqjen në shtator të vitit 2003. Në fund të vitit 2004, Arafat u sëmur rënd, u rrethua nga ushtria izraelite në Ramallah dhe vdiq në Francë në rrethana ende të paqarta. Por si erdhi në pushtet Mahmud Abbasi? Në vitin 2005, Abbas u zgjodh presidenti i Autoritetit Palestinez. Ndryshe nga Arafati, ai kundërshton rezistencën armatosur. Sipas Al-Masrit, që prej ardhjes në pushtet, Abbas ka ndërmarrë hapa negativ përpara, duke bërë më shumë lëshime me shpresën për shtetësi. Në vitin 2010, ai ishte bindur se shteti palestinez ishte i pamundur, por zgjodhi bashkëpunimin me Izraelin për të mbijetuar politikisht. Në vitin 2005, Izraeli u tërhoq nga vendbanimet në Gaza, duke ia lënë kontrollin Autoritetit Palestinez. Por në zgjedhjet e vitit 2006, Hamasi fitoi shumicën dhe kërkoi që Ismail Haniyeh të bëhej kryeministër. Mosmarrveshjet me Fatahun quan në përleshjet armatosura në vitin 2007. Qeveria e Salam Fayyad në vitin 2008 reformoi sistemin, duke fokusuar fondet vetëm në bregun perëndimor dhe duke izoluar Gazën me mbështetjen e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prej atëherë, Hamasi sundon në Gaza, ndërsa Autoriteti Palestinez administron bregun perëndimor. Pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, Abbas e dënoi dhunën dhe më vonë akuzoi Hamasin për dhënien e një justifikimi për bombardimet izraelite. Ndërkohë, Autoriteti Palestinez filloi të shtypte protestat në bregun perëndimor kundër luftës në Gaza. Në tetor 2023, forcat e saj vran protestues në Ramallah dhe Xhenin. Në dhjetor 2024, Autoriteti Palestinez nisi një fushat tjetër në Xhenin, duke vrarë civil të paarmatosur, pak para fillimit të operacionit izraelit Muri i Hekurt. Gjithashtu, Autoriteti Palestinez i deklaroi Shobas se ishte i gatshëm të përballej me Hamasin, nëse kjo ishte çmimi për të marrë kontrollin në Gaza. Që nga marrëveshjet e Oslos, Autoriteti Palestinez e njeh Izraelin, ndërsa Izraeli nuk e njeh shtetin palestinez. Megjithatë, bashkëpunimi i sigurisë mes tyre është forcuar. Në janar të vitit 2025, për herë të parë, forcat e Autoritetit Palestinez morën pjesë publikisht në një ofenziv izraelite në Xhenin. Po atë muaj, Autoriteti Palestinez pezulloi përkohësisht transmetimet e televizionit Al Jazeera, duke akuzuar për nxitje pas një sër bastisjesh izraelite kundër mediave në territoret e pushtuara.